Horoskopi ditor, e enjte, 3 korrik 2025. Horoskopi ditor i dashit, 3 korrik 2025. Dashi, sot shënon një ditë realizimi dhe ambicieje. Pozicioni i Marsit i jep energjin ndjekjeve tuaja profesionale, duke ju dhënë motivimin për të arritur qëllimet e kërkuara prej kohësh. Megjithatë, mos harroni se jo çdo betejë duhet të zhvillohet. Balanconi shtysën tuaj entuziaste me të menduarit strategjik. Kini kujdes nga keqkuptimet në marrëdhëniet tuaja, pasi Mërkuri sugjeron se komunikimi mund të ketë nevojë për qartësi shtesë. Financiarisht, kujdesi është i mençur, merrni në konsiderat frenimin e blerjeve impulsive. Në frontin personal, ju inkurajoheni të kanalizoni energjinë tuaj të tepërt në aktivitete fizike ose dalje krijuese, duke ju lejuar të ruani qetësinë mendore. Miqt mund të kërkojnë këshillën tuaj, duke paraqitur një mundësi për të forcuar lidhjet. Mbrëmja është perfekte për reflektim dhe planifikim të lëvizjeve tuaja të ardhshme. Qëndroni besnik ndaj instinkteve tuaja, por qëndroni të hapur ndaj këshillave nga burime të besueshme. Dashuria mund të marrë një kthes të papritur. Jini gati për deklarata ose oferta të papritura. Përqafoni energjitë e ditës me entuziazëm dhe kujdes në të njëjtën kohë. Horoskopi ditor i Demit, 3 korrik 2025. Demi, kozmosi nxjerr në pamëretësinë tuaj financiare sot. Ndikimi hënor ju nxit të vlerësoni situatën tuaj financiare me një sy të mpret. Rregullime të vogla në buxhetin tuaj mund të sjellin përfitime të papritura. Në çështjet profesionale, puna në grup është thelbësore. Përqafoni bashkëpunimin për të kapërcyer pengesat në mënyrë efektive. Venusi nxit kreativitetin, duke ju ftuar të eksploroni ndjekje artistike ose të eksploroni zgjidhje inovative për çështjet e mbetura. Megjithatë, shmangni kokëfortësinë, veçanërisht në marrëdhëniet personale. Kompromisi do të jetë aleati juaj. Ndërveprimet shoqërore mund të bëhen intensive, duke ofruar njohuri për miqësitë afatgjata. Qëndroni të hapur ndaj lidhjeve të reja që mund të përmirësojnë udhëtimin tuaj. Në frontin e shëndetit, gjeni kohë për relaksim. Stresi mund të zbutet me praktika të vetëdijshme. Këtë mbrëmje, kënaquni me rehatin dhe qetësinë në shtëpi, të rrethuar nga mjedise qetësuese. Dëgjoni me vëmendje këshillat nga familja ose të dashurit. Ato mund të përmbajnë perspektiva të vlefshme. Natyra juaj praktike dhe aftësitë intuitive janë asetet tuaja më të mëdha tani. Përdorini ato me mençuri. Horoskopi ditor i binjakëve, 3 korrik 2025. Binjakët, sot premton stimulim intelektual dhe rrugë të reja mësimi. Pozicioni i hënës ju nxit të përqafoni bisedat që zgjerojnë perspektivën tuaj. Kurioziteti do të çojë në zbulime të papritura, veçanërisht nëse jeni të gatshëm të dilni nga zona juaj e rehatisë. Profesionalisht, kjo është një ditë e shkëlqyer për krijimin e rrjeteve dhe përmirësimin e aftësive tuaja. Komunikimi me kolegët mund të nxjisë mundësi bashkëpunimi. Sidoqoftë, kini kujdes nga keqkuptimet e mundshme për shkak të këndeve të ndërlikuara të Mërkurit. Kontrolloni 2 herë emailet ose dokumentet para se t'i dërgoni. Emocionalisht, përpiquni të ruani ekuilibrin duke ushqyer botën tuaj të brendshme. Meditimi ose shkrimi i ditarit mund të jenë të dobishëm. Diskutimet familjare mund të zbulojnë dinamika të fshehura, duke ofruar mundësi më të thella lidhjeje. Në jetën tuaj dashurore, ndershmëria është thelbësore. Shprehni ndjenjat tuaja hapur, por me ndjeshmëri. Mbrëmja kërkon angazhime shoqërore ose projekte krijuese që stimulojnë mendjen tuaj dhe plotësojnë nevojën tuaj për lidhje shoqërore. Besojini instinkteve tuaja dhe lejoni fleksibilitet në planet tuaja. Përshtatshmëria është çelësi sot. Horoskopi ditor i Gafores, 3 korrik 2025. Gafore, baticat emocionale janë të larta sot, duke ofruar thellësi në ndërveprimet tuaja. Rreshtimi i hënës me Neptunin inkurajon vetanalizën. Zhytuni në rrymat tuaja emocionale për të fituar qartësi. Profesionalisht, intuita udhëzon vendimarrjen tuaj. Prandaj mbështetuni intuitës suaj kur lindin pasiguri. Është thelbësore të qëndroni diplomatik në komunikimet në vendin e punës për të parandaluar keqkuptimet. Financiarisht, vlerësoni me kujdes burimet tuaja. Shmangni shpenzimet e mëdha derisa të keni vlerësuar plotësisht domosdoshmërinë e tyre. Në një nivel personal, sot është e favorshme për të ushqyer marrëdhëniet. Dëgjoni me kujdes të dashurit, duke ofruar mbështetje dhe mirëkuptim. Romanca mund të shohë një rritje, me potencialin për biseda të përzemërta që forcojnë lidhjet. Nëse jeni beqar, mund të tërhiqni dik duke ndarë emocione të sinqerta.
Nga ana shëndetësore, mirëqenia emocionale është e lidhur me mirëqenien fizike. Prandaj merrni në konsiderat aktivitete që harmonizojnë trupin dhe mendjen, si yoga ose tai chi. Ndërsa dita relaksohet, jepini përparësi pushimit dhe ushqyerjes së shpirtit tuaj. Kërkoni ngushëllim në mjedise të njohura dhe vlerësoni lidhjet. Horoskopi ditor i Luanit, 3 korrik 2025. Luani, sot yjet ndriçojnë rrugën tuaj profesionale. Dielli mbështet aspiratat, duke ju nxitur të dilni në qendër të vëmendjes. Përqendrohuni në shfaqjen e aftësive udhëheqëse dhe vetbesimit, të cilat do të tërheqin aleat me ndikim. Megjithatë, Venusi paralajmëron kundër lejimit të krenarisë të erësoj punën në grup. Balanconi lavdinë individuale me suksesin kolektiv. Financiarisht, vlerësoni rreziqet përpara se të hidheni në sipërmarrje të reja. Lidhjet nga rrjeti juaj shoqëror mund të ofrojnë njohuri të dobishme për karrierën. Jeta në shtëpi kërkon vëmendje. Merrni në konsiderat diskutimin e planeve që kanë qenë në pritje. Karizma juaj tërheq duke forcuar marrëdhëniet romantike. Planifikoni një takim të veçantë ose shprehni ndjenjat që i keni mbajtur prapa. Projektet krijuese fitojnë vrull, duke ofruar kënaqësi dhe një mundësi për vetëshprehje. Shëndeti nuk duhet të lihet pas dore. Përfshini aktivitete fizike që ju japin energji. Dita përfundon me një notë reflektuese, perfekte për të vendosur qëllime për rritje personale. Mos harroni, njohja vjen me përgjegjësi. Menaxhoni ndikimin tuaj me mençuri. Festoni progresin, por qëndroni të përulur dhe të kujdesshëm në të gjitha ndërveprimet. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 3 korrik 2025. Virgjëresha, planifikimi i kujdesshëm shkëlqen sot në vëzhgimin e Merkurit. Fokusi duhet të jetë në detyrat e orientuara drejt detajeve. Saktësia juaj është forca juaj. Në sferat profesionale, përpjekjet tuaja tërheqin vëmendjen, duke çuar në përparim të mundshëm. Bashkëpunimi nxit inovacionin. Angazhohuni me perspektiva të ndryshme për të përmirësuar rezultatet. Financiarisht, rishikimi i buxheteve mund të zbulojë fusha për kursime. Çështjet emocionale kërkojnë ndjeshmëri. Shmangni analizimin e tepërt të ndjenjave dhe në vend të kësaj dëgjoni me empati. Marrëdhëniet përfitojnë nga këshillat tuaja praktike, por sigurohuni që të balanconi logjikën me kujdesin. Romanca lulëzon kur e lini të duket dobësia. Konsideroni komunikimin e aspiratave tuaja me partnerët, gjë që mund t'ju afrojë. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në balancimin e rutinës me relaksimin. Puna e tepërt mund të çojë në stres. Ndani kohë për hobi ose shëtitje në natyrë që rigjallërojnë shpirtin tuaj. Ndërsa dita përfundon, reflektoni mbi arritjet me mirënjohje. Kjo është një ditë për përparim efikas. Përqafoni mundësitë me qartësi dhe depërtim emocional, duke ditur kur të pohoni detajet dhe kur të rrjedhni. Horoskopi ditor i Peshores, 3 korrik 2025. Peshorja sot thekson harmoninë dhe partneritetin. Hëna promovon mirëkuptimin dhe lidhjen, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për zgjidhjen e konflikteve. Peizazhi profesional përfiton nga aftësitë tuaja diplomatike. Ndërmjetësimi mund të jetë i nevojshëm për të arritur qëllimet e ekipit. Financiarisht, peshoni me kujdes opsionet para se të vendosni. Konsultimi me një këshilltar të besuar mund të sqarojë rrugët. Ekuilibri pohon veten edhe në marrëdhëniet personale, duke inkurajuar komunikimin e hapur dhe aspiratat e përbashkëta me të dashurit. Angazhimet shoqërore janë të theksuara. Miqësi të reja mund të formohen në qiellin e këndshëm të sotëm. Romanca lulëzon në Venusin, duke ftuar momente intime me një partner të rëndësishëm. Nëse jeni beqar, jini të hapur për takime të rastësishme. Përpjekjet krijuese gjejnë një shkëndij, pasi diskutimet artistike ose filozofike pasurojnë perspektivat. Aspektet shëndetësore përqendrohen në ekuilibrin. Aktivitetet që promovojnë paqen mendore si meditimi janë të dobishme. Ndërsa dita mbyllet, merrni kohë për të çlodhur në hapësira estetikisht të këndshme. Kërkimi juaj për ekuilibër rrit jo vetëm udhëtimin tuaj, por pasuron jetën e atyre përreth jush. Horoskopi ditor i Akrepit, 3 korrik 2025. Akrepi sot premton energji transformuese. Ndikimi i Plutonit inkurajon heqjen dorë nga frenimet e vjetra për të përqafuar fillime të reja. Profesionalisht, pohoni idetë tuaja me besim. Inovacioni favorizohet veçanërisht në projekte që kërkojnë analizë të thellë. Megjithatë, shmangni luftërat për pushtet duke mbajtur komunikimin të hapur dhe të drejtë për drejtë.
Financiarisht, planifikimi strategjik është jetësor, investoni në sipërmarrje të hulumtuara mirë. Intensiteti emocional karakterizon ndërveprimet personale. Lundroni në këto ujëra me kujdes për të shmangur konfliktet. Dinamika e marrëdhënieve mund të ndryshojë, duke nxitur dialog të ndershëm për të ruajtur harmoninë. Jeta dashurore mund të sjellë surpriza, duke nxitur cenueshmëri dhe besim. Konsideroni angazhimin në aktivitete që lejojnë çlirimin emocional, të tilla si shkrimi ose seancat intensive të stërvitjes. Rutinat shëndetësore përfitojnë nga ripërtëritja, duke përfshirë praktikat e mirëqenies fizike dhe emocionale. Ndërsa dita zhvillohet, përqafoni ndryshimin dhe besoni në qëndrueshmërinë tuaj. Mbrëmja ofron një shans për introspeksion, shikoni brenda për të parafruar qëllimet me veprimet. Kjo ditë transformuese hedh themelet për rritje të ardhshme me qartësi dhe qëllim. Horoskopi ditor i shigjetarit, 3 korrik 2025. Shigjetari, sot shkëlqen me eksplorimin dhe komunikimin si tema kryesore. Jupiteri zgjeron horizontet tuaja, duke ju nxitur të përqafoni përvoja dhe ide të reja. Profesionalisht, mundësitë lindin në mënyra të papritura. Qëndroni të hapur ndaj të mësuarit dhe përshtatuni shpejt. Puna në grup theksohet, projektet bashkëpunuese mund të çojnë në përparime të rëndësishme. Transaksionet financiare kërkojnë vëmendje. Sigurohuni që i kuptoni implikimet përpara se të vazhdoni. Rrethet shoqërore zgjerohen, duke ndezur dialogje frymëzuese. Përdorni këto ndërveprime për të nxitur kreativitetin. Në marrëdhënie, kërkoni ekuilibrin midis lirisë dhe lidhjes, bisedat e sinqerta çojnë në lidhje më të thella. Romanca është aventureske në nyje. Merrni në konsiderat gjeste surprizë ose plane spontane për të ndezur pasionin. Nga ana shëndetësore, aktivitetet fizike si ecja në natyrë ose vallëzimi ofrojnë çlirimin që dëshironi. Ndërsa dita mbyllet, reflektoni mbi pasurinë e përvojave të hasura. Besojini intuitës suaj dhe përqafojeni këtë frymë aventureske. Çdo takim sot mbjell farën për rritje të ardhshme. Prandaj mirëpritni gjallërinë e ditës me një zemër dhe mendje të hapur. Horoskopi ditor i Briciapit, 3 korrik 2025. Briciapi sot thekson fokusin dhe ndërtimin e themeleve, thelbësore në udhëheqjen e Saturnit. Profesionalisht, është rëndësishme të përcaktohen qëllimet me saktësi. Përpjekjet tani përgatisin terrenin për suksesin e ardhshëm. Disiplina në detyra do të tërheqë vëmendjen e eprorëve ose klientëve. Shfrytëzoni natyrën tuaj të shkathët. Financiarisht, buxhetimi dhe planifikimi afatgjatë kanë përparësi, merrni në konsiderat forcimin e investimeve. Përqafoni ndryshimet në marrëdhëniet personale me një mendje të hapur. Dinamikat familjare mund të kërkojnë trajtim diplomatik për të siguruar harmoninë. Romanca përfiton nga gjeste të menduara, duke treguar angazhim dhe mirëkuptim. Shëndeti ka nevojë për menaxhim të kujdesshëm. Përfshini praktika themelore si yoga ose meditimi për të balancuar punën dhe relaksimin. Kreativiteti mund të shfaqet në mënyra të papritura, duke dhënë perspektiva të reja. Ndërsa dita perëndon, angazhohuni në praktika reflektuese që inkurajojnë përqendrimin në prioritete. Kërkoni ekuilibrin midis ambicies dhe mirëqenies personale, duke përqafuar stabilitetin që kultivoni. Themeli që ndërtoni sot forcon qëndrueshmërinë, duke ju lejuar të përparoni me besim dhe qëndrueshmëri në rrugën tuaj. Horoskopi ditor i Ujorit, 3 korrik 2025. Ujori, inovacioni dhe originaliteti e drejtojnë ditën tuaj në ndikimin e Uranit. Profesionalisht, kjo është një kohë për të përqafuar idetë tuaja unike. Propozojini ato me besim pasi të tjerët mund të ndjekin shembullin tuaj. Përshtatshmëria është çelësi, veçanërisht në ndërrime të papritura në punë. Financiarisht, merrni në konsiderat diversifikimin e investimeve për sigurinë në të ardhmen. Marrëdhëniet personale mund t'ju sfidojnë të balanconi pavarësinë me afërsinë. Komunikimi i hapur parandalon keqkuptimet. Angazhohuni shoqërisht në mjedise që nxisin stimulimin intelektual dhe lidhjen. Romanca përfiton nga spontaniteti. Planifikoni një përvojë të re dhe të paharrueshme me një të dashur. Nëse jeni beqar, mund të lindin tërheqje të papritura në mjedise shoqërore. Regjimet shëndetësore mund të kenë nevojë për rivlerësim. Përfshini praktika që ushqejnë si mendjen ashtu edhe trupin, siç janë enigmat mendore ose sportet në grup. Ndërsa dita përfundon, reflektoni mbi kryqëzimet e lirisë dhe përgjegjësisë. Gjallëria e ideve tuaja sot vendos një themel për inovacionin në të ardhmen, duke ushqyer si vizionin tuaj ashtu edhe komunitetin që e çmoni përreth jush.
Horoskopi ditor i peshqve, 3 korrik 2025. Peshqit, rrymat qiellore të sotme inkurajojnë empatinë dhe kreativitetin. Neptuni frymëzon një depërtim të thellë emocional. Përdoreni këtë për të krijuar lidhje kuptimplote dhe për të sjellë harmoni në marrëdhëniet tuaja. Profesionalisht, intuita juaj udhëheq vendimet. Besoni ndjenjave tuaja të brendshme, veçanërisht në përpjekjet bashkëpunuese. Komunikimi është thelbësor. Sigurohuni që të gjitha bashkëveprimet të parandalojnë keqkuptime. Financiarisht, rishikoni planet për t'i përshtatur me aspiratat afatgjata. Në çështjet personale, përdorni empatinë për të rregulluar gardhet dhe për të ushqyer lidhjet. Romanca është teksuar bukur. Momente magjike ju presin kur shprehni ndjenja të vërteta. Kreativiteti rrjedh pa mundim, prandaj angazhohuni në ndjekje artistike ose shpirtërore që jehojnë thellë. Shëndeti mund të përfitojë nga qasjet holistike, duke kombinuar aktivitetin fizik me relaksimin mendor, siç janë meditimi dhe shëtitjet në natyrë. Ndërsa dita mbyllet, gjeni ngushëllim në reflektim të qetë, duke shkruar përvoja dhe njohuri në ditar. Forca e butë e energjisë ushqyese të sotme siguron që të qëndroni të bazuar por aspirues, duke lejuar që ëndrat të lulëzojnë në realitete të prekshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.